Vendburimi Gorisht Koculit mund të kalojë sërish në shfrytëzim nga një operator privat, një urdhër i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë i datës 28 korrik 2026 ngarkon Alpetrolin të përgatisë dokumentacionin për hapjen e procedurës së dhënies së të drejtës së shfrytëzimit përmes një marrëveshjeje hidrokarbure. Dokumenti nuk tregon se vendburimi i është dhënë tashmë një kompanie, por konfirmon se shteti ka nisur procedurën për të përzgjedhur operatorin privat që do ta shfrytëzojë. Një vendburim që vazhdon të prodhojë. Gorisht Koculi nuk është një vendburim i braktisur. Sipas të dhënave të Alpetrolit, ai ka 284 puse në inventar, prej të cilave 142 janë aktive për prodhimin e naftës dhe gazit. Thellësia e puseve varion nga 700 deri në 1500 metra. Prodhimi i raportuar ka qenë 31.277 ton në vitin 2021, 33.128 ton në vitin 2022, 32.902 ton në vitin 2023, 32.478 ton në vitin 2024, 29.243 ton në vitin 2025 dhe 9.634 ton gjatë vitit 2026. Vetëm në vitin 2025, vendburimi prodhoi mbi 29.000 ton naftë. Pra, shteti nuk po kërkon operator për një zonë pa aktivitet, por për një pasuri që vazhdon të gjenerojë prodhim hidrokarbur nga privatit e shteti dhe përsëri në garë. Gorisht Koculi është përfshirë edhe më parë në marrëveshje hidrokarbure. Në vitin 2007, ai u dha kompani Stream Oil and Gas së bashku me vendburimet Sakran Mollaj dhe Ballshekar. Aktiviteti vijoi më pas në kompaninë Transatlantic Petroleum Albania. Në vitin 2017, shteti rimori në administrimin e Alpetrolit Gorisht Koculin dhe Sakran Mollajn pas mosmarrveshjeve dhe pretendimeve për mospërmbushjen e detyrimeve kontraktuale. Megjithatë, vetëm një vit më vonë, në vitin 2018, vendburimet u përfshin sërish në një procedurë për t'u dhënë një operatori privat. Gara e vitit 2018 dhe proceset gjyqësore. Në garën e këtij viti morën pjesë kompani si Bankers Petroleum, Transoil Group, Leto Records dhe Alcan Petroleum. Fitues u shpall Transoil Group, e lidhur më pas me Terra Oil Swiss. Përzgjedhja u kundërshtua në gjykatë nga kompani pjesëmarrëse në procedurë. Në informacionin zyrtar të gjykatës së lartë të publikuar në 8 prill 2026, figuron ende çështja e Alcan Petroleum kundër Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Alpetrolit, lidhur me procedurat për Gorisht Koculin dhe Sakran Mollajn. Kjo do të thotë se procedura e re e vitit 2026 nis mbi një histori që ende ka gjurmë në sistemin gjyqësor, kompanitë dhe lidhjet që duhen verifikuar. Një tjetër emër i përfshirë në procedurën e mëparshme është Leto Resource. Në vitin 2018, kjo kompani emëroi Sotirios Kapota si drejtues ekzekutiv, i cili kishte pasur më herët lidhje profesionale me Stream Oil and Gas. Kjo nuk do të thotë se Leto apo persona të lidhur me të do të marrin pjesë në garën e re. Megjithatë, duhet verifikuar se cilat kompani do të paraqiten, cilët janë pronarët dhe drejtuesit e tyre dhe nëse kanë lidhje me operatorët e përfshirë më parë në historinë e vendburimit. Por sa vlen marrëveshja për shtetin? Alpetroli raporton 142 puse aktive dhe mbi 29.000 ton prodhimi gjatë 2025-s. Megjithatë, ende nuk janë bërë publike kushtet ekonomike të marrëveshjes së re. Nuk dihet se sa do të investojë operatori privat, sa do të përfitojë shteti nga prodhimi, sa do të zgjas marrëveshja, cilat do të jenë detyrimet minimale dhe mbi çfarë formule do të ndahet prodhimi. Këto element do të përcaktojnë nëse marrëveshja është ekonomikisht e leverdishme për shtetin shqiptar. Historia e Gorisht Koculit përmbledhet në një cikël. Në vitin 2007 u dha privatit, në 2017 ju rikthye Alpetrolit, në vitin 2018 u hap një tjetër garë që përfundoi në procese gjyqësore, ndërsa në vitin 2026 ka nisur një procedurë e re për gjetjen e operatorit privat. Urdhri 28 korrikut nuk është një kontratë e firmosur, por hapi i parë drejt një marrëveshje të re hidrokarbure. Dokumentet që duhet të bëhen publike janë kriteret e garës, formula ekonomike, kohëzgjatja e marrëveshjes, investimi minimal, detyrimet ndaj shtetit, mënyra e ndarjes së prodhimit dhe lista e kompanive private. Vetëm pas publikimit të tyre mund të kuptohet nëse bëhet fjalë për një procedurë normale për përzgjedhjen e një operatori privat apo për rikthimin e interesave të vjetra rreth një prej vendburimeve më të rëndësishme të naftës në vend.